Gjitha të se çfarë ndodhi nga mbledhja ditës së djeshme dhe ndryshimeve që bëri kryeministri Edi Rama. Por çfarë ndryshoi, zoti Baçi? Ne kemi pasur mundësi që të ndjekim edhe të gjithë retorikën që ka përdorur kryeministri sa i takon pikërisht largimit ose jo të Belinda Ballukut nga kabineti qeveritar. Madje duke thënë shpesh herë se ajo dhe ka kërkuar dorëheqjen 3 herë dhe ai nuk e ka pranuar e të tjerë. Çfarë ndryshoi dje? Dje kishe një të pritur dhe një të papritur. Një pritur ishte që pasi Partia Socialiste, pasi zoti Rama, thanë që tashmë pranojnë pezullimin, po jo masa tjera, nuk kuptonte që zonja Ballukës do ishte më zëvendës kryeministre, ministre, nuk do ishte anëtare e kabinetit. E papritur, pastaj ishte largimi i zonjës Spiropali. Po thjesht e papritur, e pamenduar. Pjesa tjetër pastaj është pjesë e një mënyra se si zoti Rama ka ndërtuar kabinetet qeveritare. Dhe kur themi ne për shkakun që ç'është kjo qeveria, pse kishim emra të tjerë në mend dhe nuk i vuri? Pra, në emër të kujt themi ne për shkakun që janë këto emra, për shkakun se nuk është se ne me çfarë kemi parë, ne mund të kishim thënë gjithmonë ka sjellë emra të rinj që ishin jo shumë të njohur, po themi për sferën politike, por që kanë qenë teknicianë, që kanë qenë pjesë administratës. Ndryshimi është ky që, do të thënë, a do kishe emra thellësisht politik, për shembull, do të rikthente mund të rikthesh qeveri, për shembull, po të rikthesh Dalon Ballën, Erjon Braçin, Blendi Klosin, Fatmir Xhafën, nuk kupton që ti po kthen një qeveri mirëfilli, do të thënë politike, me pushtet fort politik, apo do vazhdosh në vazhdën e qeverive me profil teknicianësh, Ka një arsye mendon pse e largoi Elisa Spiropalin? Pra, ka diçka për të lexuar që ndoshta nuk është vënë re në... Ishte befasi, në fakt lidhet vetëm me një kritik të fortë që kishte para në momentin e disa kohë më parë, ku kishte një kritik ku tha që në Ministrinë e Jashtme punon vetëm Ministria dhe Rojat e Porta, domethënë nuk kuptoj që kishte një problem të madh me diplomacinë, ndoshta edhe për shkakun se po të shikojmë me vëmendje dje zoti Rama ka përmendur gjermanët, domethënë po të shikojmë ishte në përputhje edhe në sinkron me ato që Parlamenti Evropian, se si ishte qëndrimi i tyre ndaj një prerë ndaj raportit me SPAK-un dhe me vendimet e SPAK-ut. Pra, kishim një detyrim përcaktim dhe mënyra si shkoi, kupton? Edhe zoti Rama që nuk është rasti që e la pikërisht në të njëjtën ditë kur në Bruksel, domethënë diskutoi një raport për Shqipërinë. Pra mendoj që kanë shkuar gjërat në këtë lloj pike dhe zonja Balluku që në momentin e parë që Partia Socialiste pranoi që pezullimi do ishte një akt i pranueshëm për këto, sidomos pas gjykatës kushtetuese, unë mendoj që ishte e pritshme.